Florian Binaj është kandidat i pavarur, kjo nuk diskutohet që Florian Binaj. Sepse Florian Binaj në përgjithësi, partia e vetë me cilën ai ka shumë largësi është Partia Demokratike, mendoj, ai sa e njoh. Dhe me atë veprimtari publike që ka bërë. Do të thënë, nëse ai është ruajtur të largohet nga Partia Socialiste si imazh, që e ka pasur shumë vështirësi të largohet nga Partia Demokratike si imazh. Se në Partinë Demokratike s'ka pasur kur asnjë lloj marrëdhënie. Dhe s'ka dashur kur edhe në këto protestat publike që bëheshin, një nga njerëzit që insistonte që Partia Demokratike mos të kishte të drejtën e fjalës dhe mos përfshihej në të, që të mbetej civile dhe jo politike, partijake protesta, ka qenë Florian Binaj. Megjithatë, kështu që kjo është mbështetur nga Partia Demokratike, vetë zoti Berisha e ka mbështetjen. Ai gjeti një moment oportun ku opozita kërkonte një kandidat të pavarur dhe nxori kandidaturën e tij. Kjo nuk e bën atë të varur nga partitë ose kandidat të këtyre partive. Ai është kandidat i pavarur, shfrytëzoi një moment oportun të opozitës një ide dhe e pa që kjo ambicje e tij mund të zhvillojë me mbështetjen e opozitës të radhë, sepse sigurisht pa mbështetjen e një force të madhe nuk mund të realizohet një ambicje në Shqipëri, nuk është ky terren akoma. Dhe shfrytëzoi këtë moment. Kjo është çështje e tij pastaj se çfarë marrëdhënie do të ketë ai dhe sa do i volis. Okej, po a do të arrijë Binaj të thith vota si nga e majta ashtu dhe nga e djathta? Besoj që po. Besoj që Florian Binaj është një figurë që sidomos të rinjt duan shumë, në përgjithësi popullsia e ka dashur. Në fakt ka një mbështetje të jashtëzakonshme në rrjetet sociale që duket si marrë sondazhi. Që ka, por nuk do të thotë që gjitha janë vota, kuptohet, por ka një mbështetje, ka një gjykim pozitiv për të si personazh, si njeri. Është një njeri që ka ndërtuar një jetë para 40 ditësh parë që kishte ditëlindjen, bëri 40 vjetorin. Dhe ka një jetë 40 vjeç që e ka ndërtuar vetë pa ndihmën e asnjë partie politike dhe nuk e kemi parë të kacavjerret në ndonjë parti apo në një interes publik apo gjë. Ka marrë pjesë në për kauza të rëndësishme publike, në protesta për çmimet, në protesta që i shërbejnë njerëzve, që s'më kujtohen gjitha tani, por për mjedisin e të tjera. Dhe ne kemi parë, e kemi njohur në këtë dimension, e kemi njohur kur ai ka marrë pjesë në protesta, sepse unë nuk e dija që Florian Binaj kishte një dimension tjetër përveç artit. Dhe kam njohur për protesta kur e kam parë dhe kam parë që ai ka një dimension tjetër. Mendon për to çështje, për të shërbyer publikut në këtë dimension, pra në si aktivist. Pra, ju mendoni se është kandidatura më e mirë që mund të dilte për Tiranën në këto zgjedhje dhe për ta vijuar pyetjen time, vetë Partia Demokratike, përpara se të merrte vendimin për të dalë me një figurë politike, a mund të kishte brenda saj një personazh, një personalitet që vërtet do të ishte përballë Manastirliut për ta çuar në fitore Partinë Demokratike? Unë mendoj që Partia Demokratike, këdo që të nxirrte nga kandidatët, edhe Joreda Tabakun, edhe Ilir Ali Mehmetin, do të kishte do të aktivizonte maksimalisht elektoratin e vet, madje mund të merrte nga gjitha partitë e opozitës vota, mund të merrte edhe nga pak nga elektorati gri. Por ne do të kishim një skem të qartë, do të kishim Partia Demokratike përballë Partisë Socialiste. Sigurisht që është, kemi dhe Erlin Qorin në të raste, që nuk duhet të vlerësuar, por në partitë e mëdha do kishim këtë betejë, e cila dihet si përfundon në fund fare. Bëhen si bëhen zgjedhjet, në fakt nuk bëhen zgjedhje, por kjo përballje me ato truke që bëhen, me ato ndërhyrje që bëhen, ne kemi qartë, pam 11 maj të së fundit, nuk të përsëritet një përballje e tillë do ishte e kot. Pra thën kjo që edhe këto zgjedhje mund të kishin të njëjtin destin? Sigurisht do kishin të njëjtin destin dhe personalisht kam qenë që Partia Demokratike mos futej fare në këto zgjedhje. Sepse sa po vjen nga 11 maj, është akoma duke denoncuar 11 maj, jemi gjithë duke pritur një raport zyrtar të OSBE-ut që çuitërisht nuk ka dalë akoma. Dhe kjo tregon vërtet që ne nuk kemi pasur zgjedhje, se po të kishim zgjedhje do të kishin shumë të thjeshtë për të dalë një raport, por nuk ka pasur zgjedhje dhe nuk mund të ketë një raport që të pohojë që ka zgjedhje. Pra raporti duhet të jetë mohus. Për shkak të shumë arsyeve, raporti nuk ka dalë fare, sepse një raport mohus do të çonte Shqipërinë shumë mbrapa në integrimin në BE, në marrëdhëniet me ndërkombëtarët e tjera. Pra s'kemi raport të OSBE-ut dhe Partia Demokratike nuk mund të hynte në zgjedhje pa kuptuar çfarë ndodhi në 11 maj, pa bërë komisionin hetimor e tjera.
Partia Demokratike vendosi të hyrë zgjedhje, nuk bojkoton, është çështje e tyre, nuk ka lidhje, dhe çdo gjë do ishte skematike përveç një kandidati të pavarur që do dinte nga një shtres, nga një shtres agri e popullsisë, pra, e kupton, që do të dominonte votën gri. Po. Pra, çdo të thotë kjo, do të thotë kjo që zgjedhjet do jenë të lira. Jo. A do të thotë kjo që rezultati do jetë më i mirë, ne nuk e dim. Mund të jetë më i ngushtë, ndoshta. Mund të jetë më i ngushtë. Por kjo do të thotë që Partia Demokratike ka zgjedhur opozita në përgjithësi, jo vetëm Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike te kaloi kufit partisë vet duke zgjeruar tek opozita çështjen dhe opozita te kaloi kufit e vet për të thirrur shoqërinë në ndihmë në zgjedhje përballë një pushteti absolut. Dhe kjo është vetëm mënyrë që ti të tentosh me zgjedhje të rezistosh, të përballesh me një pushtet absolut. Mund të përballesh me partinë thjesht, duhet të angazhohet dhe gjithë. Le ta marrim dhe një alternativë që e zëm se Florian Binaj mund ta fitojë Tiranën, po sa mund të bëjë për Tiranën në këto kushte? E para njerëz që në qoftë se i merr një fitore pushtetit absolut, është një ngjarje shumë e rëndësishme. Njerëzit nuk kanë më besim në asgjë sot. Kur bëhen zgjedhje, njerëzit hyn pa besim. Edhe mbështetësit e opozitës, edhe kundërshtarët e qeverisë. Nuk kanë më besim, jo vetëm se opozita nuk është se frymëzon shumë, Partia Demokratike është e njëjta e tjera. Por edhe se e din që Edi Rama nuk do ndryshojë gjë. Nuk ndryshon asgjë në zgjedhje. Me aq sa kanë folur nga njerëzit thonë edhe po citoj Florian Binaj çfarë do ndryshoj. Pra, edhe fitoren e Bashkisë së Tiranës në këtë rast e quajnë si një gjë që nuk mund të pamjaftueshme, si një fitore të pamjaftueshme për të tronditur sistemin, për të tronditur regjimin. Dhe më imagjinoni, por ama kjo do ishte një akt i parë për treguar që po u bashkuar të gjitha aktorët dhe faktorët e shoqërisë, partijak dhe jo partijak, mund të bëhet një rezistencë më e madhe, mund të fitohet, se dim, ndoshta fitohet kur, por ama rëndësi ka që ne të shtojmë rezistencën sa më shumë. Të japim mesazhin që këtu ne nuk mund të dorëzohemi përballë një njeriu që është çmendur dhe do të na çojë Shqipërinë në kohën e Enverit prapë. Atëherë, këtu duhet të qëndroj dhe kam pyetjen time të fundit e ton. Pikërisht për këtë njerëz që ju e cilësoni kështu, që është